Territori i Kosovës për datën 3 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me rreshje të dobëta shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja pritet të sjellë rreshje të lehta në regionin perëndimor, ndërsa pasditja do të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale rreshjesh lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 3 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 3 dhjetor do të jetë në orën 6:41 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 7 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 6 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 7 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, 3 deri në 7 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 7 gradë Celsius.